Të da shikuesi me rikëtyrë në studio dhe tani në këto momente është rada e mësafirit tjetër në studio, është Emin Sallau, është historian, po ashtu edhe ekspert i trashëgimisë kulturore. Flasim bashkë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, si që dini sot që në dita ndërkombëtare monumenteve dhe vendbanimeve historike. Kosova është e pasur për monumente dhe vendbanimet historike që i kemi anë kënd Kosovës, për të cilat do të flasim, do të potencojmë disa nga ato edhe flasim pak për gjendjen e tyre. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që erdhët me ndo këta minuta me neve, sigurisht dhe me folë më shumë për monumentet edhe për trashëgiminë kulturore në përgjithësi kulturore dhe historike që e kemi, edhe cilës ne në programin e mëngjesit realisht i kushtojmë një vëmendje të veçantë, pothuajse çdo javë kemi të paktën një reportazh në një vend të tillë edhe promovojmë dhe tregojmë për të. Ne kemi qef me thonë që jemi të pasur me trashëgimi kulturore edhe historike, dhe realisht, se nga perspektiva juaj si profesionist, çysh vlerësohemi? Po në fakt kemi pasuri të trashëgimisë kulturore, e cila në përgjithësi në një formë kontribon edhe trashëgimisë kulturore edhe major, rajonit dhe botës. Arsyeja është sepse i takojmë një treve e cila ka qenë e zhvilluar edhe në aspektin e zhvillimit ekonomik, siç ka qenë periudha Dardane, po e zonë, zhvillimi i minierave, ndërtimi i qyteteve, fortesave, fortifikimeve, pastaj objekteve të kultit, objekteve të ndryshme, të cilat në përgjithësi janë një pasuri e përgjithshme e cila është ruajtur deri në ditët e sotme. Kuptohet që një numër i konsiderueshëm i tyre në ndërkohë shkatërruar gjatë periudhave të ndryshme historike, por sidoqë të jetë, ajo pjesë të cilën e kemi është një pasuri e cila vlen për të marrë me to dhe për ta trajtuar. Pse konsiderohet e tillë, edhe pse është kaq e rëndësishme për një shoqëri trashëgimia kulturore? Po trashëgimia kulturore në aspektin e përgjithshëm në krejt botën është një vlerë e veçantë e shoqërisë e cila bart pasurinë nga e kaluara e njerëzimit, i cili është zhvilluar në etapa të ndryshme historike edhe ka kontribuar me ndërtim edhe me objekte të banimit, edhe me objekte të fortifikimit, edhe ato sot bartën në historinë e re si një relikti i së kaluarës, edhe si pasuri e cila e ngrit nivelin e vetëdijes të qytetarëve për të kaluarën historike të njerëzimit në përgjithësi, edhe si rezultat i kësaj janë objekte të cilat do të trajtohen për të trashëguar tani edhe për gjeneratat që vinë. Në vazhdimsi. Trashëgimia kulturore në përgjithësi në botë çmohet, edhe për këtë arsye në ndërkohë janë krijuar edhe mekanizma për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Që nga periudha me Egjiptit të lashtë, kur ndërtu piramidat dhe objekte tjera, pastaj periudha e më vonshme deri në mesjet, në vazhdimsi ka pas një përkujdesje për ato objekte. Ato në fillimisht kanë shërbyer për nevojat edhe të kasës udhëheqëse të vendeve respektive, po dhe kanë shërbyer si pasuri e veçantë. Ajo është si kriter kryesor që bën ndoshta këtë tranzicionin për mbrojtje pasaj si trashëgimi kulturore, apo në për çka kalon për me urujt pasaj si edhe sa vjetë du të më qenë vjetër ose gjanët e tilla, çfarë kriterë është me pas? Ky ka qenë preokupim i vazhdueshëm i njerëzimit, sidomos për objektet më reprezentative që kanë pas. Tentativa për me mbrojt ka qenë selektive, ka qenë përkufizume, derisa është ardhur një përfundim që duhet të krijohet një mekanizëm i përgjithshëm, siç është një prej dokumenteve të para që është themeluar është Karta e Athinës në vitin 1931, kur mbledh ekspertë të ndryshëm nga territori i Evropës sidomos, edhe kanë formuar një dokument i cili do t'i trajtonte monumentet, duke përfunduar më pastaj me konventat ndërkombëtare, të cilat e mbrojnë trashëgiminë kulturore. Kemi të bëjmë me konventat të cilat kanë ardhur si rezultat i konflikteve të shumta në luftrave të shumta, të cilat nuk i kanë kursyer edhe objektet e trashëgimisë kulturore që më vonë marrin statusin e monumenteve të mbrojtura. Ato kanë qenë edhe ndër të tjera kanë qenë edhe cak i sulmeve,
sepse çdo vend që është sulmu është pretendu që përpos njerëzve të shkatrohet edhe kalura tyre historike, gjurmët e tyre historike, kështu që kanë qenë shpesher edhe cak i sulmeve. Për me shkatrut kalurën Për me shkatrut kalurën e një populli. Ne kemi edhe historinë e freskë tonë, fatkeqësisht, gjatë luftës së fundit 98-99 ka qenë një numër i konsiderueshëm i objekteve të kultit që ndjek qëllimisht, po zemë në qytetin e Prishtinës e kemi Xhaminë e Llapit, edhe disa objekte tjera të banimit, që ndjek qëllimisht. Pastaj është në Gjakovë Xhamia e Hadumit, që është ndjek qëllimisht. Është ndjek tërësia e qarësisë Gjakovës. Ka qenë një kompleks i tërë i objekteve të mbrojtura me lesh. Edhe PS pashtu, duke synu po edhe shumë objekte tjera të cilat janë anë e kanë të Kosovës, mos të përkufizohemi vetëm në një lokalitet, por si dhe që tjetë, për këtë arsye edhe në themelu konventat ndërkombëtare për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Por shumë pas luftës së parë botërore, shumë objekte kanë dalë të shkatrume, luftra ballkanike po zonë tek ne. Për këtë arsye është themelu konventa e Hagës në vitin 1954, e cila i mbron specifikisht objektet e trashëgimisë kulturore gjatë konflikteve të armatosura, nga luftrat, të cilat me konventa ndërkombëtare përpos objekteve të tjera janë të mbrojtura me konventa ndërkombëtare. Kemi raste kur sulmi në objekte të tilla është konsideruar edhe si krim lufte, për arsye se ato janë të shenjazume edhe në të verifikume që janë objekte të trashëgimisë të atij lokaliteti, po edhe të pasurisë botërore, edhe si rezultati kësaj janë marrë dhe sanksione ndaj shteteve sulmuese në raste të veçanta, po zonë kemi në luftën e Bosnës është rënu ura e Mostarit, po zonë e cila ka qenë në mbrojtje, është sulmu në Kroaci qyteti Dubrovnikut, i cili po ashtu ka qenë i mbrojtën. Tek ne masovikisht në sulmue përpos objekteve të banimit edhe njerëzve që nuk kanë çmim, janë edhe objektet e trashëgimisë kulturore. Që nuk bëhen, se ti mundesh me i bë të reja, por nuk e kanë vlerën asaj të vjetra, sigurisht që ka ndodhur edhe me disa objekte edhe në vendin tonë. Në fakt, dikur ka qenë një farë tendence nga pushtuesit po sigurisht ndoshta edhe nga pakujdesia e njerëzve tanë që po e shkatrojmë të vjetrën për me ndërtu të rinë. Do që është nga perspektiva juaj, sigurisht dhe nga perspektiva e civilizimit është gabim. E vjetra sigurisht e ka vlerën e vetë, sepse e tregon atë në bazë të cilës ne kemi ardhur deri këtu ku jemi. Sot, a ka ndryshuar ky mentalitet, kjo mendësi, edhe nga qytetarët privatisht, po edhe nga institucionet që kanë përgjegjësinë për me ruajt? Thonë të drejtën, slogani që përdoret ta shkatrojmë, ta rrënojmë të vjetën, ta ndërtojmë të rinë, ka qenë një slogan që është përdorur sidomos në Kosovë, e në veçanti në Prishtinë, është shkatruar pjesa e vjetër e bërthamët së qytetit të Prishtinës, e cila ka qenë nga sot qendra afër Ministrisë Kulturës, e këndej ka qenë teatrit kombëtar ku ka qenë objekti i parë, Xhamia e Llokaçit që është quajtur, objekte tjera të cilat në vazhdimsi kanë qenë dyqanet, edhe për rreth ndërtesës së Kuvendit të Kosovës edhe qeverisë së Kosovës që është e tanishme, ka qenë një qarshi e gjatë, e cila ka qenë një kompleks i madh i objekteve të banimit, të cilat e kanë përbërë një tërësi, jo të banimit, po dhe punëtëri, të cilat e kanë përbërë një pasuri të madhe të qytetit mirë, po pushteti atëhershëm Jugoslave dhe Serb në veçanti, ka pas si synim të dyfisht, domethënë shkatrimin e gjunëve të së kaluarës, të cilat nuk kanë qenë në asnjë formë të lidhur me historinë e tyre, edhe kjo ka qenë edhe cak për me i rënu ato, kinse po e ndërtojmë vitet e 50-ta të shekullit kalum. Vitet e 50-ta ka fillu me u shkatru qarshia, tash ka mbet pjesa e vjetër e qytetit Prishtinës, ka mbet prej Trekonçit, ku është Xhamia e Gurit që quhet, e ka një kompleks, është fontana për Shadërvani, Xhamia e Jashar Pashës, pastaj e kemi po Xhamia e Qarshis është Xhamia e Gurit. Në fakt Xhamia e Qarshis ka qenë ajo që tham pak më herët, ka qenë te teatri,
po pjesa e qarqisë është zhduk, si që theksum, edhe ke pjesa tjetër është kamit, tash ka ardhë, po duke të kur bërthomen e vjetër të qytetit Prishtines. Po kjo është një dukuri e cila në përgjithësi edhe është një sfide madhe, jo vetëm për ne si shoqëri e dalën nga lufta dhe që ende nuk kemi arrit në masën e mjaftueshme të konsolidohemi për me i rujt ato pasuritë të cilat bën çmos për me i rujt, po invazioni madh urbanistik, zhvillimi madh i qyteteve e bën pothuajse në raste të veçanta dhe të pamundur rujtjen e objekteve, për arsye se ndërtimet, sidomos në qytetin e Prishtinës, ndërtimet e larta e cënojnë në veçanti, cënojnë pjesën e vjetër të qytetit Prishtinës, e cila fatkeqësisht ka mbet mjaft e varfër krahas asaj që ka qenë më herë. Zotri Sallau, kjo që tha Groni, ta shkatrojmë të vjetën për të ndërtuar trena, mbetet ende të jetë sfida kryesore për sa i përket mbrojtjes së trashëgimisë kulturore në vend, apo ka dhe sfidat e tjera me të cilat përballemi ne si Kosovë? Sfidat për me rujt trashëgiminë kulturore, si që tha më herët, është në vazhdimsi është. Problemi është më herët... Nga çka kërcënohet kaq shumë? Kërcënohet shumë dimensionalisht. E para, objektet njerëzit kanë nevojë për me u zhvillu, qytetet, lagjet e kështu me radhë, edhe si rezultat i kësaj objektet e veçanta mund të jenë edhe pengesë zhvillimit. Me konventa ndërkombëtare lejohet edhe bartja e objektit nga një vend kur është interesi i madh, shumë i madh kombëtar, po në raste të tilla nuk kemi këto fatmirësisht nuk kemi ndonjë rast i cili do ta ndryshonte në tërësi një lokalitet, po që se transferohet një, sepse na kemi pas në kalumen, po e zonë Muzeu Etnologjik në Pej, ka pas lokacionin në vend tjetër, po për shkak të zhvillimeve urbane në atë kohë, është disloku, është vendos ose disloku nga një vend në vend tjetër. Sfide veçantë është tani edhe mirëmbajtja e objekteve. Trashëgimia kulturore, monumentet nuk arrin sot nëpërmes të hyrave që i gjenerojnë ta mirëmbajnë veten. Për këtë arsye trendi i ri botror është zhvillimi i kombinuar në mes të turizmit kulturor edhe turizmit klasik që ka qenë i bashkëdyzuar me trashëgiminë kulturore, të cilat në tërësi e mojnë njëna tjetrën. Po zonë objektet kemi raste në vendet evropiane kur në kështjell, e cila është bukuri e rrallë, japet në shfrytëzim, jepet dikujt në shfrytëzim si po e zonë si hotel, si restoran, e kështu me radhë, duke i respektu në tërësi rujtjen e autenticitetit apo originalitetit të objektit, mirë po, aty gjenerohen edhe mjete, edhe nëpërmes atyre mjeteve, një pjesë e tyre shfrytëzohet për me mirëmbajt objektet. A ka të tilla që pengojnë për shembull zhvillimin e Prishtinës, sepse ka disa ankesa, për shembull, e kemi një këtu të RZK-ja që janë të rregullua, po e ish mbrojtje, po. Si që tha më herët, objektet me vetë ekzistencën e saj mund bashkëpunimi me komunën, si një orëndi që mund të pengoj mbrana një dhome, edhe do të me andru venin, po këtu fatkeqësisht ose fatkeqësisht në pak më vështirë, edhe për këtë arsye institucionet ekzistojnë, janë themelume për me marrë specifikisht me to, për me kriju rrethana lehtësuese edhe për institucionet lokale, në këtë rast po e zonë komunën, e cila do të në bashkëveprim me institucionet qendrore, institucionet profesionale, siç është Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore, Ministria e Kulturës e kështu me radhë do të bashkëveprojnë. Do të bëjmë pas pak për këtë pjesën e sheshit që është bërë kjo një temë. Po jo, të rrimë edhe pak të kjo. A kemi një objekte të tilla të trashëgimisë kulturore që munden me qenë atraktive edhe për turistët e huaj? Ndoshta i kemi të shpërndara, po në fakt edhe ajo që ndodh shpeshherë është që i kemi disa objekte të bukura, të veçanta dhe pjesë të qyteteve që janë krejt të veçanta, mirë, po duket që s'po di me i vlerësu ne s'pari vetë sa duhet, dhe mandej me i prezentu edhe para botës në mënyrë që me qenë vërtet pjesë e trashëgimisë kulturore. Ç'a duhet bëjmë? Edhe a kemi të tilla e para? Ne kemi, po. Edhe si duhet veprojmë ato? Ne kemi objekte të tilla. Po një fjalë popullore e popullit thotë njeriu lufton me ato çka ka. Ne nuk do të mëtojmë që të kemi vlera super
të mëdha, botërore, sepse ato i kemi, çka i kemi, në qytetin e Prishtinës këtë rast, i kemi objektet të cilat gravitojnë në pjesën e bërthamës së vjetër të qytetit. Është e vërtet që ne nuk kemi arrit në tërësi që ta bëjmë atraktive një vizit nga të huajt po e zomë, sepse kemi një invazion të vizitorëve. E vërtet, po. Po, është edhe një dukuri e cila spërfaqet të pakonsoliduar. Kemi njerëz që i përcjellin, ju shpjegojnë për objektet respektive, por objektet ndodhen në lokacione të cilat nuk kanë qasje mjaft të mirë edhe të rregullume, sepse nuk i kemi bërë shenizimin e mjaftueshëm. Edhe kjo, po. Nuk kemi bërë stazat të cilat në botë tashmëve që janë në shumë vende të zhvillume, banë edhe një turist, ndoshta edhe nuk ka nevojë fare për një përcjellës, sepse janë shenjat edhe ngjyrat që karakterizojnë. Janë të gjitha janë informacionet të cilat ne vetëm do t'i përdorim, na nuk do t'a gjë të shpikëm, fatmirësisht i kanë lodhë kokën dikush tjetër për ne. Fakte, veç të një objekt s'po du me ju ndalë, po e kemi këtu, në gjitun në shpinën e RTK-s të këtij objekti, ku jemi është hamami i qytetit. Për shembull që u pat betonizu, ata gurët e bukur janë betonizu, do të thonë edhe është shëndruar në diçka tjetër nga pamja jashtë. Po në pamjen e brendshme mandej është një super strukturë, si më thonë. Edhe u pat përdorur për manifestën, për ekspozita, presidentja e ka shfrytzuar për disa, nuk e di, disa takime se disa ngjarje aty, edhe aq. Si më thonë edhe mandej gjatë gjithë kohës është totalisht i pashfrytzuar. S'punon askush aty, s'ka kush ta hap derën, s'ka kush e viziton. Pra, një objekt i tillë mundet me qenë i shfrytzuar gjatë gjithë vitit. Po kjo është ajo që tham pak më herët, nuk kemi arritë që ta konsolidojmë në mjaftësi edhe pse ka përpjekje, objektet do të ruajnë originalitetin, në shpeshherë edhe gjatë intervenimeve mund të bëjmë edhe gabime, sepse qëllimi gjithmonë është i mirë për me rregullu në objekt. Po shpeshherë hasim në një ndoshta çështje jo mjaft profesionale, edhe si rezultati kësaj dhe mund të shkaktojnë dëme në objekte. Këto objekte do të futen në funksion gjatë tërë vitit. Gjatë tërë vitit do të ketë qasje, do të pajisen edhe me personel respektiv, profesional, të cilët do të munden vazhdimisht edhe me spjegu për objektet respektive, po dhe të hynë në funksion të guidës turistike, e cila tashmë është një dukuri, një trendi për hapur në krejt botën. Ne kemi vizitor nga lindja largët, kemi për ditë ju këtu punoni, për ditë keni delegacione që i shefni që vinë, edhe ata shpeshere fatkeqësisht shëtitën e për tregun e gjelbërt, ata sigurisht që nuk janë tetër me po domate, patate, janë tetër me po monumente. Është edhe në kulturën e tyre me po tregjet, në gjithë po patjetër që... Vetëm se po, unë nuk e di pse nuk i shtyn komunën askush prej kryetarëve deri më tani nuk është marrë me këtë pjesë. Vërtet është pasqyre... Po na besëm me shpresë që bashkëpunimi, unë besoj që bashkëpunimi i ndërsjell nëpërmes instancave lokale dhe qendrore nuk është i mjaftueshëm, për këtë arsye dhe na shfaqen zbrastira të cilat ne i vrim edhe si qytetari, jo vetëm si ekspert në këtë fushë. Zotri Sallau, si i vlerësoni kështu nivelin e ndërgjegjësimit të qytetarëve për sa i përket kësaj çështje të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, po ashtu edhe angazhimin e institucioneve përkatëse për një mbrojtje më të mirë? Shpeshherë fjala ndërgjegjësim unë mendoj që është keq kuptuar. Arsyeja është se monumentet të cilat ne i kemi trashëgimin përgjithësi, popullata edhe pse nuk ka qenë arsimum i ka rujt. I ka rujt me fanatizëm. I ka rujt se s'ka pas tjera? Jo, i ka rujt sepse e ka ditë vlerën edhe ka pas një edukat familjare që vendet e shajta me i rujt. Po e zonë xhamin, varrezat, objektet e kultit, nuk ka lidha është xhamia kish. Në familjet tona, në traditën tonë ka qenë që është vend i shenjtë, nuk do të me prek. Ama i kam prek për shembull kullat e tyne. I kam prek. Sepse është dashur me rrëzuat kullën e vjetër për me ndërtu një shtëpi tjetër të re. Është shumë normale se njerëzimi gjatë jetës punon, ndërton, regjeneron. Kjo
kur futet një objekt në mbrojtje, i ka specifikat e veta, po i ka dhe obligimet e veta. Pe ati momenti e tutje, objekti do të ketë trajtes tjetër. Sikur që e thamë më herët, edhe me konventet ndërkombëtare janë të ndalume prekja, dëmtimi objekteve të cilat janë të mbrojtëra me ligj në vendin respektiv, e cili vend është pjesë, ne fatkeqësisht nuk jemi pjesë e organizatave ndërkombëtare si është UNESCO kështu me radhë për arsye politike dihet tashmë, mirë po na kemi mundësi që nëpërmes ekspertëve dhe shteteve tjera ta çojmë zonën tonë në nëse ju pyet ju dikush si profesionist, edhe si historian, edhe si ekspert i trashëgimisë kulturore, për një karakteristikë të Kosovës e përket këtyre objekteve, ç'a i kishit thonë, ose ku i kishit dërgu? Prizren e para apo ka diçka që është në një farë, si më thonë, vendi fshehur diku që është shumë interesant dhe që mendoni që atë duhet me ja tregu sepse ai na prezanton neve. Prizreni është vend atraktiv, padyshim. Pjesa e madhe që prezantohet është pjesa e vëndshme e historisë. Ajo që prezantohet sepse objektet e kultit, qendra janë pjesë më e vëndshme e njerëzimit, kalaja është pak më hershme, ne kemi atë gjurmët shumë të hershme. E kemi për shembull lokalitetin e Ulpianës që përmend, është lokaliteti shumë i pasur i cili është periudhës prej paraardhjes së romakëve, pastaj periudhës romake, bizantine, kështu me radhë, është një shumë shtresim kulturor i cili mund të prezantohet në çdo kohë, është kalaja e Artanës, po zonë. Është kala shumë e pasur e cila fatkeqësisht pas një trajtimi që është bë para disa viteve është dëmtuar shumë, edhe përkundër asaj sepse na i thamë që edhe elementet ndoshta duke dashur me bë mirë bojmë edhe keq. Ajo që ka ndodhur në kalon e Artanës është një shembull i keq i intervenimit, edhe pse ka qenë në mbikëqyrjen e UNESCO-s, ka qenë e financuar nga fondi evropian, është bën një mënyra e intervenimeve ka qenë për menimin tem, për bindjen time profesionale e gabueshme, dhe si rezultat i kësaj muret kanë ra. Pastaj është bërë ngritje e shtresave të cilat nuk kanë pas mjaftueshëm material për ta dëshmuar që ato shtresa kanë ekzistuar si të tilla, duke bërë një trajt shumë krejt citadellën e kalas së Artanës, edhe metodologjia e intervenimeve, sepse na tha më herët, njerëzimi që nga herët është mundu me rujt trashëgiminë kulturore. Mu pëlqen kjo pjesa e kalave shumë. Sa kala i kemi në Kosovë, sepse sa shkojnë në Shqipëri magnitna me numrin e madh të kalave që i kanë. Secili qytet e ka nga një kalave. Thonë të drejtën, unë kam pas fatin të jem antar i ekipit në ulëmtime në teren, në përnjohjet të terenit në brezin veri lindor të Kosovës. Brezi veri lindor i Kosovës merr komunën e Prishtinës, Gjelanit, Kamenicës, Podjevës, pastaj Vështrës, domethënë çka pjesë deri në Shalë Bajgorës, është pjesa më e pasur e kështjellave në Kosovë. Për arsye sepse i takon pjesës së Dardanisë qendrore të dekorshme, edhe ke zhvillimit të madh të minierave, të cilat kanë qenë shumë të përhapura, sepse pjesa më e madhe e minierave në Kosovë shtrihet nga Malizia apo Karadaku që e quajmë pjesa e Vitisë e Gilanit, edhe deri në pjesën e Artanës, e cila ka qenë një ndër kryeqendrat në mesjet si qendër e minierës edhe minierave përcjellse. Pastaj janë në çdo dytën apo tjetërn kodër në këtë pjesë e kemi ka një fortifikim. Ato janë të identifikuar apo janë të identifikuar. Ne i kemi identifikuar, i kemi dokumentuar, vetëm mbetet që në tarmën gjeneratat e reja të bojnë hulumtimet, gërmimet arkeologjike. Ato mujnë gjurmët e themeleve të tyre të dalin në sipërfaqe edhe të jenë në pjesën e pasurisë së madhe të trashëgimisë kulturore. Po pse se bëjnë, zoti Sallahu? S'ka mjete, s'ka ekspertizë, s'ka njerëz. Fondi është shumë i madh për trashëgimi kulturore, kërkohet një fond shumë i madh i veçantë sepse me këto objekte mund të mirën ekskluzivisht ekspertët e fushës. Edhe si të tillë janë të kushtueshëm për arsye se don punë shumë. Po e përmendëm Ulpianën. Ulpiana është, si thosh, dikon 5-7% e saj nuk është e hulumtuar. Është një qytet i tërë, i ka përmi 100 hektar qytet i identifikuar, i cili don
gjeneratat të tëra të gërmohen edhe të dalin në sipërfaqe pjesë të reprezentative të cilat të prezentohen për gjeneratat që vinë. Okej, ne s'po e bëjmë se s'kemi mjete. A kemi ndonjë pengesë tjetër? Na kemi pengesë të shumta, arsyet mjetet janë gjithsesi pjesë penguese, për arsye se buxheti siç e thamë është do të shumë i madh për me u shfrytzuar dhe përkundër asaj që ministria ka intervenuar në disa lokalitete edhe me karakter shpëtimi, po edhe me karakter ulëmtimi, por sido që tjetë janë shumë faktorë që ndikojnë që nuk mund me u mri në vazhdimsi, po do të krijon politika të mirë felta, ato janë në tentativë për me u kriju dhe me u rregullu. Kisha thashë me u kthy njërë të e pamja, a mundën me na këtë pamja e katedrales, pamja e sheshit Prishtinës të kjo pjesa e sheshit George Bush, se më thonë, u boni farë odiseade kjo. Nisi undal, rinisi undal, edhe është topi po e shojmë edhe ministri, se më thonë nuk po e ndalin debati ministri, e qeku me kryetarin për parim Rama, se më thonë se cili e hudh fajin të tjetëri. Qysh është, se thonë, situata realisht? Tonë të dhejtë në gjatë bisede se e thamë që relacionin në mes institucionit do të jetë permanent. Permanent. Jënë shterë mjaft disa diskutime rreth këtij problemi, namën të institutit ka folë drejtorisha e institutit për këtë çështje, pastaj kanë folë Ministri i Kulturës, domthonë është diskutu, kjo është në epilogën përfundimtar ky problem, sepse është trajtuar nga Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, kanë munguar ndoshta do relacione të cilat pak a shumë janë të pakujdesit njerëzor, sepse a ka i nati apo ka pakujdesi? Unë nuk mund ta konstatoj a ka i nati, në atë kuptimin e drejt për drejt, s'mund të them që është për inati kjo, për arsye se janë procedurat e nevojshme. A që Komuna Prishtinës i ka neglizhuar të procedurë? Po e zonë për me konkuru për një vetur me regjistru, do t'i plotësosh dokumentat paraprake, e pagun sigurimin, pagun gjitha, edhe i dokumenton letër nëftimin e gjitha, i dorëzon edhe regjistron veturën, apo jo? Po thonë figurativisht. Unë besoj që fillimisht është, ndoshta është neglizhu bartja e një kërkese, e cila na kemi qendrën rajonale për trashëgimi kulturore në Prishtinë, e cila është në objektin e vjetër të Prishtinës, aty ku ka qenë katastri dikur. Aty e ka. Aty ka mjaftu vetëm një kërkesë me u përcjell që do të ndërmarrëm veprime të cilat kemi nevojë me intervenu po zonë në akcillin lokalitet. Tash specifikisht është sheshi në pyetje, nuk jam shumë i thirrur me folë për këtë arsye sepse siç e thash është një shterë të mundësi edhe epilogu veshkar në përfundim, por sido që të jetë, ne duhet të jemi të vetëdijshëm, pa marrë parasysh kush ka përgjegjësi nivelit lokal apo qendror. Do të jetë i vetëdijshëm se në atë vend është ulë për me kry detyra për qytetarët edhe për... A është çështje procedurale, a është çështje që vërtet pengon ta zonë? Edhe që shka me përfunduar. Edhe po, si ka me ardhur fund. Në fakt aty është një grup i objekteve që kanë statusin e mbrojtje. 3 objekte. Janë objekte, po. Unë si profesionist i kam ato dilemat e mia rreth aty në objekte, po sido që ti ato kanë status edhe ndërtesën e Radio Kosovës. Po, është ndërtesa e rektoratit, është Radio Kosova, është biblioteka kombëtare, është Grandi, janë objekte të cilat në fakt aty ka më punu vetëm në tokë. Por sido që ti jetë, kur t'i afrosh një objekti që ka status, do të pajisësh me një dokument i cili kini pëlqim, sepse Instituti i Kosovës nuk jap leje pune. Jap vetëm pëlqim në aspektin e ekspertizës profesionale, se një... Atër leja po mujka me u jap? Lejen e jap dikush tjetër, lejen pëlqimin e jap institucioni respektim. Këtë rasht është një çështje byrokratike, besoj, edhe shpresoj... Që do duhe milioni natë të tonë, është edhe me u zgjidhë. Ja, i natë nuk do të kemi në këtë rast, sepse ne jemi kalus nga... Edhe si pushtetar, edhe si njerëz jemi kalus. është një interesin tonë mu zgjidhë diçka dhe mu të ta qartësojmë, nuk bëhet fjallë për një pasuri që është nën tokë, nën atë që se shohim. Dhe thonë, që mund thuhet nëse gërmon këtu është një pasuri, kështu që mos prek, që është rruga Gim Ramadani, për shembull, për nënkalimin. Kjo është çështje tjetër. Vazhdimisht kur bën intervenime, do të jetë nën përkujdesin profesional.
Nëse bëhet gërmime nën dhe, do të nga Instituti Arkeologjik i Kosovës të dërgohet eksperti i cili përcjell punimet. Në momentin kur ka shtresat të cilat janë kulturore nga e kalumja, atëherë fillon ekspertiza e ekspertëve. Nëse konstatohet që ajo shtresë kulturore nuk e pengon zhvillimin, dokumentohet edhe hiqet nga e vend. A është kaq vështirë me dokumentu një gjatë të tillë kaq polemik që ka pas? Jo, në shpresoj që nuk është shumë e vështirë, veç do të me u angazhu bashkërisht. Ma shkoj një muj gati, do më thonë. Po shqo tash na pojim fazën e verës edhe na do të kemi atë një rregullim urbanistik, sepse punimet ku realizohen, njerëzit s'mujnë me kalu me ecë, atë është shfrytzu për ecje, për takime kështu me radhë. Mirë. Shumë faleminderit që erdhët sot. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, faleminderit për ftesën. Gjithashtu. Mirë, ne po shkutemi pak nga studio programit të mëngjesit me muzikë edhe më njëherë pas do të shkojmë edhe në Prizren edhe kemi edhe materiale tjera që i transmetojmë për